Hej, jemi këtu nga dita tjetër dhe sapo dola me Matias dhe ulla për një kafe sepse u shiva nga Matias autobusit dhe pas kam skandal edhe lokalitet është marrë një që nga shumë cute për të tregoj dhe juve që nga shumë bukur dhe për foto, por unë sot s'kam askëm që të më bëj foto, kështu është kur je vetëm. Sa të më vi njerëzit e mi të dashur që me si përpres edhe të knaqemi dhe të bëra më bukur këtu në Itali. Edhe për të regoj dhe pak të kalin që sa bukur duket. Ja është kështu me këto tavolinat kështu, do me thënë janë shumë të ndryshme edhe kjo pjesa këtu para është shumë e lezetshme, është kështu anës detit. Ja dhe Matias këtu që polos nuk po bë ka fokus tu. Do t'i bëj dhe Matias është një kështu karrige vogël aty, do t'i bëj dhe Matias një foto pastaj për kur t'ikim. Sepse tani po ul Matias aty nuk ngrihet më pastaj. Shikoni, e ula dhe Matias këtu. Matias! Shoh po I pëlqej atë kjo tavolina. Kjo tavolina unë te karrigja. Sa cute është. Kanë që dhe kështu tek një ulli dhe është shumë bukur. Jo ato me mama, mos I prish lullet. Mos I prish lullet. është qasurati për të dëgjum. E nuk fle. Shkoni tavolina kur je me fëmijë në lokal, si ka të ndiset. Edhe ky mbreti që po rri këtu, do gjume nuk fle. Edhe shkon tani mbledhim këto, nuk e keni idenë se kur bëra qumshin, I hodhi të gjitha gjërat. Edhe me zipën mblidhja, sepse më hodhi këtë kapakun I qumshit, ujnë e shtresi kështu bë ujë. Edhe lodrat tipa ndë hikti ngriu merë, o zot. Kështu është kur I vetëm. S'ka asnjë me këtë del edhe do më thënë se po të kisha Andrea ose dikë tjetër është më ndryshe se do më thënë një herë unë, një herë Andrea edhe është më ndryshe ndërsa kur je gjithmonë vetëm sa kish më vetë sa këtu nga që më është vetë floku edhe kur je vetëm është e vështirë do gjume nuk fle nuk jasun më çfarë I bëj kështu se po e mbaja të kamerën aq keq sa I lodhur duke mu sot jam shumë e lodhur sepse Matias ka gjithë ditën që vetëm grindet edhe shan edhe prandaj jam edhe unë kështu çfarë kishte një orë që shante donte dilte doli e bëri atë qefin e vet tani se çka ka prap nuk e di ta çosh në shtëpi shko nuk do të flej I fusuna vendosa të çuçon kështu në gojë edhe nuk e do, nuk e pranon. Kështu dhe do I hap sërish kur të dalë pastaj në një gjiro kështu nuk e di se ka të vete. Shkoni qik sa bukur e kanë këtë pjesën këtu me këtë lule dhe me këtë varë kanë sa bukur duken. Shumë bukur. Tani po iki edhe do posta Andrean sepse do ikim tek është në fiku këtu hapër festa e birrës edhe po ikim I thashë Andrea zonën që të vi këtu por këtu s'ka ku shëndron edhe të marrë një telefon që do të pjesë ku të dalë për para. Ruam këti nga festa dhe tani po ikim në shtëpi edhe jam super e lodhur sot. Herë Matias, që nuk flej gjumë ti, pse nuk flej gjumë? Ha? Yes. Ju hapim nesër sërisht. Hej, jemi këtu nga dita tjetër edhe tani të dalim sërish kjo kamera ime është zhullë. Edhe kam për të vënë vetëm glossin. Edhe kam veshur këto setting kështu gri, është I thjeshtë do vendos edhe një tip si rip për të regoj edhe të fshet edhe këtë kamerën.
do vendos këto, për nuk po duken këto. Edhe këtë glossin e Kikos që janë fiksuar këto kotë e fundit. Ta shikojmë si do duket me këta. Bluza po duket pak keq këtu, përse sepse më ka qenë për ajo shoqja dhe nuk e di pse si po më rri kështu, si ngushta, nuk e di pse po më rri kështu. Që më ju s'po më shikoni, po shikoni. Ta provoj njërë si do duket me këta. Nëse nuk më pëlqen do heq. Si është. Se kjo ka gjithë keqe që rri e varur. Jo, nuk duket fare bukur. Apo prit. Ta provoj të vendos kështu të këto goblat. Do më thënë që të rritë që kësi me rudhë këtu në mes. Po shka dhe mes që? Duket nice, duket bukur kështu. Të vendos edhe këtë glossin. Edhe po mendoj që ta kombinoj me një çantë të kuqe dhe takë të kuqe. Që të thyet ajo komplet veshja. Sa po dolëm, shqis jam bërëm pis. Edhe është një pate të mërshme. Por tani do shkoj të ham burger, edhe kam shumë njerëz, shumë fare. Është edhe shumë nxehtë, plus edhe që dhe hapim sërish në vonë. Hej, jemi këtu nga dita tjetër. Mbrëm nuk ju hapa fare, sepse kishte shumë muzikë. Edhe harrova fare që unë po xhiroja normale. Edhe nuk jam mësuar akoma me këtë gjë që po xhiroj për ditë, edhe domethënë kur dal çdo ditë, domethënë çdo darkë, më fali. Edhe harroj domethënë që edhe të xhiroj gjatë edhe kur dal, dhe jo vetëm kur bëj make-up. Shpresoj ta heq këtë gjë deri në fund të korrikut, në fillim gushtit, në 3 gusht. Nuk e di sa do zgjasë. Shpresoj të zgjasë në 3 gusht, se do bëj fix 31 video. Edhe nëse unë nuk hedh në një video, domethënë gjatë korrikut, ose për shembull siç më ndodhi me një video, më ka ndodhur me 2 video që kanë dalë super vonë, nuk merr fare shikimi, jo nuk merr shumë, nuk merr fare, sepse hidhen 12 natës, 1 natës. Nuk e di pse këto kohë të fundit ky YouTube im ka shkalluar. Edhe kështu dhe shpresoj domethënë që të arrim në kohë me këto videot, sepse do zgjasi kështu siç po e zë unë, më duket do zgjasi dhe gjysma e gushtit. Kështu, por më pëlqen shumë kjo gjë, domethënë që jap çdo ditë këtu që flas me ju, që atëherë ka diçka që unë nuk ju kam kthyer përgjigje në komentet, dhe sot do ju kthej me se s'bën. Ju po shikoni sot këtë video, sot po xhirohet kjo video, sot do hidhet. Edhe sot do ju kthej, shpresoj ju kthej sot përgjigje nëse nuk më del një gjë shumë, pastaj bazita ose ndark, sepse tani po fle Matias, edhe unë po xhiroj tani për momentin. Pastaj ngrihet Matias edhe nuk xhiroj dot më, sepse jo do merrem me Matias, jo më të lozur, jo me gjëra. Edhe ikën, vjen bazita do i bëj frutën, tani është drek, edhe do i vjen bazita do i bëj frutën. Se të vi darka, do i bëj sërish darkë, nga darka jon, edhe ja kështu ikën kjo dita ime që nuk e di, domethënë jam në shtëpi ndërkohë tani, nuk jam në punë, edhe nuk e di se si m'ikën kjo dita. Nuk arrit ta kuptoj, jam shumë kështu këtej, por po mundohem që dal më në mes. Kamera ime më duket ka ikur pak si shtrëmbë, por kështu kam vesh këtë bluzë kështu sot. Të setin një herë kam veshur. Kam menduar shumë herë që të bëj outfite për tani në verë me rrobat që kam marrë, por
por nuk më del koha. Ju mbasi nuk më besoni, por e kam shumë seriozisht që mua nuk më del koha. Nuk e di se si mikën kjo dita dhe nata, unë dërnon 2-3 natës, rri merre me punët. Pasi në mëngjes jo merre me Matias, pas e flim Matias, prap merre me punë, nuk e di nga më dalin gjithë këto punë. Kam thënë shumë mirë që duhet marrë një robot të shpëtoj. Robot do të thonë që fshin dhe lan, një robot me punë. Nuk është një kosto shumë e lartë, do më thënë sepse më shprishur dhe fshesa me korrent. Më ka hapur një punë shumë madhe, imagjino me një fëmijë, me një bebe të vogël që do të fshet 3-4 herë në ditë se bën pis, edhe më ka hapur aq punë, tha nuk e keni idenë, dhe po mendoj fare, do më thënë, me të lekë që do marr fshesë me korrent, më duhet edhe një fshesë me korrent me se s'bën. Por mbase rregullojmë të fshesën që kemi, sepse kjo është shumë e mirë, domethënë sidomos për divanët, për dyshekun, është shumë e mirë sepse çmontohet edhe i montohet një pjesë që është kastile për divanët edhe për dyshekun, edhe më super pëlqen. Por shpresoj ta rregullojnë tek pjesa e karikusit, kur e vendosa unë i ngeli ajo pjesa i ngeli brenda tek karikimi. Tani duhet që të marrë një bateri, se ka ngela pjesa brenda, nuk hiqesh, nuk e di e çmontoi Andrea, por nëse çmonton baterinë duket se nuk funksionon më. Edhe tani do me thënë të shkoj në Amazon për në një karikus, nuk e di se do me thënë si kjo fshesa që kam unë, nuk kam edhe nuk e di a do ketë karikus, a do ketë në një gjë që t'i përshtatet, sa për të fshirë divanët edhe dyshekun, se unë për gjë tjetër shpresoj të marrim me ato robotin, plus më duhet edhe për këto ansaret e shtëpisë, kuptoni, edhe për ato është shumë e mirë, sepse sa do roboti nuk i kap ato pjesët tek muri lart, dhe vetëm fshesa me korrent i kap. Kështu dhe unë dola sot edhe qa mora? Morëm shumë gjëra, kemi marrë gati 300 euro vetëm ushqime gjëra, edhe çfarë mora? Do testoj këto të treja. Do thoni ju ç'a janë këto? Janë nga kjo marka, pritse e kam kthy për sprapsi këto. Nuk e kam përdorur asnjëherë këtë më përpara. Di që kam përdorur unë të kësaj firme, kam përdorur acetonin e thonjve, ka shumë të mirë. Më duket ka marrë edhe një herë një shampo, një gel vetullash që ja kam dhënë, nuk mbaj mend kur ja kam dhënë, sepse nuk e kam përdorur fare, edhe nuk mbaj mend se çka kam marrë një gjë tjetër, por besoj këto do ke marrë. Nuk kam marrë një gjë tjetër. Atëherë kjo marka është shumë e lirë në krahasim me të gjithë kremrat hidratues ose kremrat e syve. Kremrat e syve janë shumë shtrenjtë. Edhe këto janë edhe me SPF 15. Atëherë kjo është për natën. Kjo është për ditën, është me këto që 10, edhe kjo e natës, edhe kemi dhe këtë kremin e syve që është anti-age, edhe ju thash që këto nuk i kam përdorur më përpara. Atëherë më duhet që unë akoma nuk e kam mësuar italishten, që ta dini ju, njerëz të mirë dhe të bukur. Do thoni u vajte 3 vjet. Vajta 3 vjet edhe akoma nuk e kam mësuar, sepse tani do me thënë që unë jam në shtëpi, e kam harruar pothuajse fare italishten, pothuajse e kam harruar fare, sepse kur isha në punë gjoja pa ndërsa tani që jam në shtëpi nuk gjoj fare italisht. Atëherë ky është shumë i voçkët, kurse është në një sasi shumë e madhe, 15 mililitër. Edhe është edhe me vitamin E, që unë këto tani që t'ja përkthej, edhe se për
si t'ja them, domethënë që t'ja përkthej, unë nuk di, sepse domethënë kuptoj vetëm disa gjëra, nuk i kuptoj të gjitha. Por, po mendoj domethënë që të marr telefonin edhe t'i bëj translate, edhe t'ja them, se ndryshe s'kam si t'ja shpjegoj, sepse kjo italisht ime gjysma nuk do mere një as ju vesh, ma ha shumë koka, më shmbushur koka shumë me puçra, me plag, nga gërshetat, këtu nuk duket për pjesa mbrapa edhe këti nga, jo nga vesh, domethënë pjesa komplet mbrapa është komplet me puçra. Këto gërshetat janë shumë bukura, por janë shumë vojtje, nuk e smite sa të rënda janë. Edhe tani po marr pak telefonin që t'ja përkthej, kjo është vegane, po kjo, edhe kjo është vegane. Kjo nuk e di që është vegana, jo, po edhe kjo është vegane. Atëherë, po marr pak telefonin që t'i përkthej që domethënë t'i lexoni dhe ju. Atëherë unë për këto do jap një review, siç e dini dhe ju që më ndiqni prej kohës që unë për çdo gjë jap një review të sinqert, po unë as paguem nga këto, as një gjë, që kështu. Atëherë kemi këtu dite, edhe nuk pas ka një broshur, domethënë që t'ishte që ta përktheja, në një qështu se në një gjuhë tjetër. Atëherë po vetë të marr pak telefonin dhe po vi këtu që t'ja përkthej dhe juve, domethënë se çfarë vetish kanë këto produkte. Atëherë fillojmë me këtë kremin e ditës, tani se do jenë të vërteta këto që thonë, se nuk do jenë, me kaq pak kosto që ishin këto, unë nuk e mbaj mend se unë jam tip që nuk i shkoj shumë çmime, edhe nuk e kam as atë fletën, broshurën që i kam marrë që t'ja tregoja. Por e di që janë shumë lirë këto të kësaj markës. Atëherë fillojmë kremi ditës që dihet Intes. Atëherë se si përkthen ky Google-i, nuk e di, unë pa lexoj këto që më shkruan këtu. Atëherë ndihmon në mirëmbajtjen efektive të lëkurës fal veprimeve antioksiduese dhe vitaminës. Se çan këto ca gjëra që unë këtu as nuk i kuptoj. Ndihmon në dhënien e energjisë për 24 orë hidratim intensiv. Wow! Kompleksi aktiv liftan. Hajde ta kuptojmë në këtë intensiv, përbërës nga përbërës. Aktiv ndihmon në zvogëlimin e thellësimit të rrudhave, së aplikimit të rregullt, lufton formimin e tyre, lëkurë e dukshme e fortë dhe pa rrudha, redukton pas 4 javësh. Do jemi këtu pas 4 javësh. Shikoni këto rrudhat e mia, më pas se nuk janë më. Shpresoj, por nuk ka shanse asnjë lloj kremi që të heqë rrudhat. Rrudhat dhe shenjat e lëkurës që ngrit dhe Matias të reduktuara dukshëm hidraton zonat më të hidratuara të lëkurës. Me filtr SPF15 për të parandaluar plagjen e lëkurës shkaktuar nga rrezet e diellit, ndihmon në përmirësimin e elasticitetit të lëkurës, jep ndjesi tonifikimit dhe butësish. Tani shkoputje publicitet veni dhe Matias dhe vjen këtu sërish. Hai Matias! Erdha unë. Nuk e le mamin unë të bëj video pa mua. O shpirti i jetës. Kush Matias? Matias! Po drit! Qa do me mama? Qa do ti? Kush është atje? Kush është? Shpirt? Kush është aty? Mami edhe Matias. Tani ngera pa bërë video. Do ulesh tuti shpirt. Ullu këtu ti mama. Dhe filloj me kremin e natës që kjo kamera iku shumë shtrëmt. Këtu shpirt, se bie bum jetë. Dhe filloj me kremin e natës. Më duket se është po e njëjta që si kremi ditës.
Po, është i njëjti do me thënë si që është ky ditës është dhe ky natës. Nejse. Nuk e prisja kaq direkt do me thënë. Atëherë do bëjmë të kremin e syve që shpresojmë që edhe ky mos jetë po njësoj si këta do me thënë. Atëherë se tani do i përkthej. Matias! O Matias! Qa ha me shpirt? Freskuse po ha? Bëj qik qao ti mama. Dhe bësh qao te kamera. Si qesh. Atëherë krem intensiv për konturin e syve. Kremi për konturin e syve që diet intenson ndihmon në mbrojtjen e lëkurës, fal veprimeve antioksiduese të konzimës që diet dhe vitaminës C për lëkurë me pamje rinore. Hajde, ky do na bëj 10 vjet më të reja. Veprim thot acid hilaurinik, nuk e them dot të fjalë, nuk e them dot. A vash shpirt se do vritesh. E kuptoni vetë ju. Do shkruaj edhe këtu qa acidi është ky. Hialuranik, nuk e them dot, më njerëz kur e them. Hidraton dhe mbush intensivisht lëkurën rreth syve, duke bërë atë të duket më e fortë, më e tonifikuar për një bukuri që shkëlqyshëm dhe lëkurë elastike. Nuk e di se çfarë përkthejnë këtu një sot e di. Rezultati. Wow, junkoj. Rezultati ku e lash. Ofron hidratim të pasur në zonën e konturit të syve, veçanërisht ushqyes të syve. Edhe thot prap veçanërisht ushqyes dhe qetësues. Për një ndjesi lëkurë të freskët. Krem për konturin e syve, po thot fillon prapë një të gjë. Atëherë, nuk e di sa këto do jenë efektiva, nuk do jenë, unë do ja them. Edhe ta merrni vesh edhe juve se si do jenë, se si nuk do jenë. Por tani si fillim do provojmë kremin e syve. Shkojnë që Matias që nuk të la. Më shpirt, nuk jam për ty këto, jam për qupa. Wow. Atëherë në konsistencë duket si një krem normal. Shumë habit. Që kemi shpër një shikon ashtu? Më habit e më jeta ime? Është një krem goxha i trash, nuk është se është i holl, po vendos edhe lart e kapakut të syve. Edhe në aromë nuk e di se më vjen një aromë, por nuk po më vjen se çfarë fix emri është. Shko si shikon kur i hapon tani këto produktet. S'pe hap dot, sa e fort është. Thjesht të jep një super relaxing këtu tek syt, sikur je kështu. Sikur sa ka ardhur në plazh ose je në plazh. Sa i fort është. Ishte mirë ta kishte thithur dhe pak lëkura. Nuk po më kujtoj një aromë këto kremrat, por nuk e di se çfarë arome. Nuk po më vjen fix emri.
Atëherë, kjo që ka ngel të kjo letra këtu, se të na i ki dën, e vendosim. Nuk më vjen një kështu, po nuk po në këtë emri se që arome. Wow! Prit me shpirt këtu? Na mere freskusën. Se i kam edhe buzët e lyera. Të jep shumë kështu ndjesi hidratuese, si krem. Paka shumë edhe ai që përdorja unë i uriash. O Matias, këtu me mama, ky fëmiu im nuk prin në një vend. Edhe nuk është se shkoj në një ndryshim, do me thënë, si në i guzëri. Nuk është se unë shikoj në një ndryshim, do me thënë, nga uriash dhe këto në konsistencë, në kështu, në lëkur. Duket po njësoj, duket se këto janë marketing gjitha kremrat, gjërat. Edhe wow. Dhe kështu dhe do ju hap sërish nesër për review-t e këtyre dhe për si tani më pëlqejnë, por një review të sinqert, të mirë, të saktë do të hap mbas disa ditëve, mbas sa ditë thoshte kjo që do më rinonde, mbas 25 ditësh. Atëherë do ju them do ju them dhe gjatë videove normale që si më duket lëkura, si e ndjej, edhe gjëra të tilla. Dhe do shihemi sërish nesër. So, bye!